Miq dashur, sot jam në një vend special për mu, në lidhje emocionale me mu dhe familjen time. Jam Ravec. Ta marrë këtu sepse babaj mi dashur, Agji Kraki, apo siç njihet këtu në Ravec, Agji Kreku, ka qenë profesor i gjuhës dhe letërsis shqipe në gjimnazin që atëherë quhej Ramiz Sadiku, prej vitit 72 deri në vitin 90, kur u bën ndryshimet e mëdha. Do u përjashtu nga puna. Pse ka në Ravec baca im nga Uniku, sepse në 72 në sistemi asaj kohë ja ka ndalu mësimdhënia, ka ndalu punësimin në Rafsh Dugaxhinit në afërsitë shtëpisë, në afërsitë Unikut, për siç e thonin atëherë një dosje. Dhe Raveci ka pranu, Raveci ka integru, Raveci ka bo si djalin e tyne, ka llogaritë si djalin e tyne dhe unë jam shumë i mirënjohës. Kësaj zone njerëzit, kësaj zone punëtorë, advetarë, për cilët kemi folë shumë në shtëpi, kemi folë shpesh në shtëpi. Dhe lidhja me Raveci na ka mbajt e na ka ushqy me vite e vite. Jemi rrit me rrosht Ravecit, me bostona e pjepnat Ravecit, çdo sezon. Unë jam në një kësaj zone dhe du që kjo lidhje me vazhdu. Faleminderit shumë për përkrajen që na keni dhënë herën e fundit, që ma keni dhënë mu personalisht, për as përkraja dhe më të madhe, për këtë lidhje historike dhe për respektin që unë do ta kem për Ravecin dhe për secilin nga ju. Faleminderit shumë.